Pse kockat e Jezusit nuk u thyen kur ai ishte në kryq? Zakonisht romakët i thyenin kockat e të dënuarve që ishin në kryq për t'i bërë të vdisnin më shpejt. Por kur erdhën tek Jezusi, ai e pan që ai tashmë kishte vdekur dhe nuk ja thyen kockat. Në pamje të parë kjo duket si një detaj i vogël, por në të vërtetë ishte përmbushja e një profecie të lashtë që lidh Jezusin me qengjin e Pashkës, një paralajmërim i qartë i asaj që Jezusi do të bënte për ne. Rreth 1400 vjet më parë, në kohën e Mojsiut, Zoti e udhëzoi Izraelin që në natën e Pashkës të flijonin një qengj pa tmeta dhe të lyen me gjakun e tij shtalkat e derës së shtëpive. Zoti kishte thënë për atë qengj tek Eksodi 12:46, mos i thyeni asnjë kockë. Ky qengj ishte një paralajmërim profetik për qengjin e vërtetë që do të vinte, Jezu Krishti. Kur Gjon Pakzori e pa Jezusin shumë vite më vonë nga ngjarja e Eksodit, tha: "Ja, qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës." Ashtu si gjaku i qengjit të Pashkës shpëtoi Izraelin nga vdekja, gjaku i Jezusit shpëton sot çdo që beson tek ai. Dhe ashtu si kockat e qengjit të Pashkës që nuk u thyen, as kockat e Jezusit nuk u thyen, sepse ai është përmbushja e përsosur e atij simboli. Pyetje për ty: a ke parë ndonjëherë historinë e Pashkës si një pasqyrë e asaj që Jezusi bëri për ty në kryq? Shkruaj më poshtë. Zoti të bekoft.